Depozitimi i mbetjeve të ndryshme nga ato urbane deri tek inerte mbetet një nga problematikat më të mëdha me të cilat përballet zona e pyllit të Sodës. Pavarësisht iniciativave të ndryshme për pastrimin e kësaj zone, në brendësi të pyllit situata vjen të mbetet shqetësuese. Në ditët e fundit, në zonë janë hapur edhe kanale apo gropa të ndryshme për të parandaluar hyrjen e mjeteve në brendësi të pyllit, por duket se një masë e tillë nuk mjafton. Depozitimi i mbetjeve të ndryshme, qoftë urbane apo dhe inerte, vijojnë të mbeten një nga problematikat më të mëdha me të cilat përballet zona e pyllit të Sodës. Pavarësisht iniciativave të shumta për pastrimin e kësaj zone, duket se problematika vijon të mbetet ende shqetësuese në një kohë kur jemi edhe në prag të sezonit turistik të këtij viti. Ndërkohë, ditët e fundit është ndërhyr ndoshta nga institucionet vendore për hapjen e gropave dhe mos lejimin e mjeteve të cilat të futen në brendësi të pyllit të Sodës për depozitimin e mbetjeve. E megjithatë, ajo çfarë kërkohet është padyshim një ndërhyrje tjetër emergjente në zonën e pyllit të Sodës, pasi kjo është mushkëria e qytetit, por edhe një nga zonat që pse jo, edhe mund të vizitohet nga turistët vendas dhe të huaj gjatë këtij sezoni. Situata mbetet mjaft shqetësuese në një moment kur ndodhemi në sezonin turistik dhe në prag të temperaturave të larta. Duket se nismat për pastrimin nuk mjaftojnë, por duhet një plan më i gjerë dhe afatgjatë për ta kthyer këtë zonë në identitetin që meriton, si dhe për të ndëshkuar këdo që ndodh pyllin. Ndërsa sezoni turistik po hyn ngadalë në ritmin e tij, pylli i Sodës nuk duhet të mbetet në këtë gjendje. Një zonë që për turistët pasqyron qytetin, duhet të rikthehet sa më shpejt në identitet, ndoshta edhe përmes masave më të ashpra ndaj ndotësve.